Prej sot edhe zyrtarisht Fetja Abazi do t'jetë kryetari komunës së Bogovinës. Ai sot së bashku me 19 këshilltarët e zgjedhur për Këshillin e Komunës mori certifikatën nga Komisioni Komunal Zgjedhor në Bogovinë. Më pas në zyrën e kryetarit të komunës është bërë edhe pranim dorëzimi i funksionit nga ish kryetari Besnik Emshiu. Ky i fundit është shprehur se komunën e Bogovinës e dorëzoi me një saldo pozitive. Ai tha se komunën e dorëzon pa borxhe. Dikund janë 18 projekte të fituara, dhe thot me një vlerë afërsisht 5 milion euro të fituara për komunën e Bogovinës. Nuk kemi pas mundësi për shkak të zgjedhjeve të hapim thirrjet që kryetari aktual i komunës i posa zgjedhur do thot ka mundësi që këto projekte t'i realizoj. Unë ju dëshiroj, falenderoj së pari gjithë qytetarët e komunës së Bogovinës, do thot që e shprehen vullnetin e tyre, veçanti falenderoj ato të cilët kanë votuar mua. Shpresoj se kryetari i ri i komunës do ta bëjë më herën të mundshme në interes të komunës së Bogovinës, në interes të qytetarëve të komunës së Bogovinës. Në ndërkohë prioritet për kryetarin e ri të kësaj komune Fetja Abazi do t'jetë infrastruktura dhe projektet kapitale që kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve për jetë më të mirë të qytetarëve. Abazi paralajmëroi edhe një skenim të gjendjes në komunë. Respektojmë të gjitha fjalët apo programet që kemi transmetuar gjatë kampanjës zgjedhore. Mendojmë se prioritetet në nivel komunal do jenë projektet infrastrukturore, projektet e ujësielsave, kanalizime, përfshin këtu gjitha sferat mundësisht për secilin vendbanim ato që kemi premtuar gjatë kampanjës zgjedhore. Po para se me nisë në implementimin apo realizimin e programës që kemi transmetuar gjatë kampanjës zgjedhore, ne do ballafaqohemi për momentin direkt në ditët e para, duke i bërë një skanim komunës, duke parë projekte që janë implementime sipër, duke parë projektet që janë ekzistuese në komunë, duke ndjekur shpalljet, se është edhe koha e shpalljeve nga ana e institucioneve shtetërore. Faktikisht ne planifikojmë që atë kemi thënë gjatë kampanjës zgjedhore që ta fusëm komunën në punë. Ndryshe në zgjedhjet e 2 nëntorit, kandidati i koalicionit Vlen Fetja Abazi ka marrë 6.380 vota, ndërsa Besnik Emshiu nga Aleanca Kombëtare për Integrim ka marrë 5.040 vota. Në ndërkohë, përsa i përket Këshillit Komunal, koalicioni Vlen ka 9 këshilltar, ndërsa 10 këshilltar ka koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim.